Padromat e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë zbarkuar mëngjesin e kësaj të mërkure në Vlorë. Në zonën e radhimës ka nisur një aksion për të prishur disa objekte, të cilat, sipas Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe vendimit të qeverisë, zaptojnë territorin dhe nuk lejojnë që të zhvillohet projekti Lungomare 3. Pamjet që po ndiqnin në ekran sjellin momente nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, i cili gjatë paradites së kësaj të mërkure ka qenë në një prej objekteve që është për të prishur në zonën e radhimës. Krahas objekteve të tjera të parashikuara në këtë zonë për të prishur, sipas burimeve nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, ishte edhe një biznes privat, i cili funksionon si dhoma plazhi, hotel dhe beach bar, pamjet e të cilit po i ndiqnin në ekran, dhe ku padromat e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit së bashku me inspektorët ishin gjatë kësaj të mërkure. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit thekson se janë disa objekte të cilat do të prishen në këtë zonë, ashtu si kundër përgjatë gjithë vijës bregdetare, të cilat janë evidentuar prej tij, por edhe në bashkëpunim me institucionet lokale dhe qendrore. Padromat e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit pritet që në vijim përgjatë Bregdetit të bëjnë të mundur prishjen e disa objekteve që janë kryesisht me materiale të lehta, por edhe që ushtrojnë funksione të ndryshme, si kundër janë dhomat e plazhit apo edhe hotelet e beach baret.